Po pas Ashuras, Ashuraja nuk mbeti vetëm një ngjarje e historisë islame, por u shndrua në një trashëgimi të gjallë, shpirtërore, që vazhdon të frymëzojë miliona njerëz në mbar botën. Pas Kerbelas, mesazhi i Imam Husajnit paqja qoftë mbi të, u përhap përmes durimit të familjes së tij, sakrificës së të mbijetuarve dhe përkushtimit të besimtarve, të cilët nuk lejuan që e vërteta të mbulohej nga padrejtësia. Çdo përkujtim i Ashuras është ringjallje e atyre idealeve që u mbrojtën me gjak: besimi, drejtësia, dinjiteti dhe liria. Prandaj pyetja, po pas Ashuras, nuk kërkon vetëm një përgjigje historike, por dhe një përgjigje personale. Ajo na fton të reflektojmë mbi rolin ton përballë të vërtetës, mbi gatishmërinë për të mbrojtur parimet dhe për të mos heshtur përballë padrejtësisë. Mesazhi i Kerbelas vazhdon të jetojë në çdo zemër që zgjedh ndershmërinë mbi interesin, sakrificën mbi komoditetin dhe bindjen ndaj Allahut mbi çdo përfitim të kësaj bote.